Jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit, në minutat e të ftuarit. Në fakt janë minutat e avokatit Aldin Goxha, ju e dini çdo të diel në Fax News, ora 16:30 flet avokati Goxha për problematika shqetësime nga më të ndryshmet. Përshëndetje avokat. Përshëndetje, kënaqësi që jam përsëri. Tani, Do mos me ju. unë nuk bëj dot sikur nuk e shoh sfondin pas jush, avokat, përse ajo zgjedhje, shkurtimisht, e diskutojmë më vonë më gjerësisht pastaj nëse ka shumë për të thënë. Pse Bashkia Tiranë pas jush? Ka marrë tek vendi i krimit që gjykata kushtetuese do gjykojë në datën 31 tetor, e cila është edhe momenti ku do përcaktohet fati i Tiranës, por kam gjëra të reja për të thënë lidhje me gjykatë kushtetuese dhe turat përkatëse që janë në Bashkinë Tiranë. Qartë. Avokat, një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur në një sallë gjyqi sërish, them një tjetër sepse jemi ende të tronditur nga çfarë ndodhi në gjykatën e apelit me vrasjen e gjyqtarit Kalaja, por nga ana tjetër e pa precedent duket gjithashtu të arrestohet një avokat në sallën e gjyqit vetëm pse ka mosdakordsi mes tij dhe prokurorit. Më saktë ka ngritur akuzë konkrete, thot se ka konstatuar aktet falsifikuara dhe se do të ngrinte padi penale ndaj prokurorit dhe kjo çon në arrestimin e tij. Unë ju lexova, ju e cilësoni shtet policor të padrejtësisë që burgos avokatët dhe si mundet avokatët bëjnë detyrën e tyre kur nuk janë të aftë do të mbrojnë veten e tyre në sallën e gjyqit, si mund të mbrojnë qytetarët? Unë kam qenë shumë i nevrikosur në çastin e parë, pastaj u qetësova kur e fillova ta mendoja më qetë dhe thash që thjesht arritëm në fazën tjetër. Është me faza kjo punë, pjesë njësuesi në komunizëm. Shqiptarët nuk e dinë, po në kohën e komunizmit, nga viti 44 deri në vitin 1967 ka pasur avokat në sallë gjyqe, pavarësisht rolit, fuqisë etj. Në 67-ën i hoqën fare. Ne jemi thjesht në këtë rrugë. Kthimin e avokatëve në pupat qeverisë, të cilët në një moment pa nevojë do të heqin fare, pasi dhe gjyqi do të bëjnë me inteligjencën e diellës. Koncepti është që ajo që ka ndodhur ditën e premte është e paprecedent në kuptimin literal të fjalës. Për të njëjtën akuzë unë isha arrestuar 30-40 herë në sallat e gjyqit apo pas sallës gjyqit, për shkak se kjo narrativ e akuzës bazuar mbi prova fake, ku ne avokatë kemi për detyrë të diskreditojmë dhe të çojmë në kallëzim penale, kemi për detyrë të vazhdojmë krimin, me arrestimin që u bë një avokati në krye detyrës për shkak detyrës, tregon dy momente shumë të rëndësishme të fazës ku ndodh në cilën fazë po zhvillohet reforma masore drejtësi. Pra ky është një hap më tej i planit. Ky nuk është një rastësi. Thjesht erdhi ora, erdhi momenti që të fillonte kjo fazë e re për shkak të kontekstit. Ashtu siç vrasja e një gjyqtari është demonstrim i madh se si ka shkuar reforma reale në drejtësi dhe jo ajo e prezantuar gjatë ndërkombëtare apo institucione ndërkombëtare. Po ashtu, edhe arrestimi i këtij avokati është një mesazh për gjithë avokatët e Shqipërisë, të cilët duhet të fillojnë të kuptojnë se në cilën fazë ndodhen përballë profesionit tyre dhe të ardhmes tyre dhe të çastit tyre. Kjo është një anë e medaljes, pra realizimi një faze. Elementi i dytë i medaljes është më i rëndë akoma, ka të bëjë me turpin tonë si avokat. Ne do mbrojmë qytetarët, kur ne s'mbrojmë dot veten. Po pse? Sepse papërgjegjshmëria jonë si avokat gjithë Shqipërinë duket në formën tonë të organizimit, që është dhoma e unukëve të avokatisë, që është dhoma e avokatëve shqiptar, të cilët kanë një kryesi, krejtësisht e unuke, krejtësisht të tredhur, e cila për të marrë një veprim të domosdoshëm për të mbrojtur interesin e antarësisë saj, përgjithsisht jo vetëm që nuk e merr, por dhe kur e merr me dhunë, me detyrim shumë fort, me presionin apo diskretimin e tyre lart, marrin vendime të cilat janë krejtësisht fake dhe krejtësisht të pavlera. Apo më saktë shërben si një fasadë demokratike e shtypjes totale të drejtave të individit, që një nga elementet kryesorë është pasi një avokati duke bërë avokatët
të paaft për kryer detyrë totalisht nga Sorosi dhe është bashkëautori i krimit më të madh që ka ndodhur në Shqipëri, që është reforma Soros-Drejtësi. Ne kemi një dhomë avokatie e unukësh, të tredhurish dhe faji është totalisht i joni. Thës na ka fajin as Rama dhe as Sorosi. Na ka fajin papërgjegjshmëria jon, po dhe më saktë ligësia jon, natyra jon. Je dhe ne jemi shqiptarë në fund fare, dhe ne kemi sjelljet tona tipike që ka dhe populli jon. Dhe ne jemi armiqtë e vetes tonë. Dhe në rastin ton, kjo është më e theksuar dhe më e shëmtuar. Sepse ne presupozohet që jemi ata që e dim si bëhet, e dim se si duhet bërë, jemi të zotë ta bëjmë, por në fakt jemi unuk, pasi thjesht e dim, por nuk e bëjmë. Sepse jemi të tredhur, si gjithë avokatët e Shqipërisë. Dhe kjo është një sfidë për gjithë avokatët e Shqipërisë, që e lanë të dhomë avokatie, të ketë këtë lloj përmase, këtë lloj turpi dhe këtë lloj fasade kaq të neveritshme, ku na ka shitur veten, sepse profesioni i përsi unuk, për cilët dhe kemë dhe tjerë, që jemi unuk, po përfundojmë si unuk, për shkak se ne kemi zgjedhur krye unuk. Është gjithë si me shqiptarët dhe me qeverinë e tyre. Edhe ne i dalim nga ky popull dhe përfaqësojmë këtë fytyrë. Fytyrën e një shqiptari, i cili ka vërtetuar që në 100 vjet e fundit nuk ka ditur të vetë se nuk kupton dot thelbin e përgjegjësisë vet si shtetas, si qytetar, si profesionist. Ne kemi një dhomë avokatie të tredhur totalisht, e cila duhet kishte marrë me urgjencë një mbledhje vendim online tash për kohë pandemisë, që ne shpallim bojkot total të gjithë javës që vjen. Mbas dhe pa afat, derisa të ndëshkohen të gjithë ata që kryen krimin e ditës së premte, që morën një avokat pse mbrojtën një qytetar, pas një bazë ligjore, shpifën për të, por provat janë krejtësisht audio dhe ju keni parë që kanë shpërthyer në gjithë mediat, sepse dhoma jonë avokatisë është pjesë e agjendës Soros të popullimit të Shqipërisë. Unë po të kisha fuqi, do të mblidhja gjithë avokatët e Shqipërisë për të argëzuar këtë dhomë dhe për shpallur asamblet e jashtëzakonshme, për zgjedhur një kryesikret tjetër, përgjegjshme për avokatët e vet. Të lutem, cilat do të ishin mekanizmat ligjor që mund të shkonim këtu ku sugjeroni juve? Apo nuk ka? Pyetja juaj është shumë e drejtë, po ju nuk e keni parasysh, po ne jemi vetëm një trup qytetarësh profesionistë në Shqipëri që ne mund të argëzojmë një shtet brenda një muaji, mund të argëzojmë gjithë shtetin. Ne mund ta hedhim nerë shtetin, ne kemi fuqinë. Pushtetin dhe shtetin, qeverinë dhe çfarë janë. Kurse ne mund të bllokojmë seancat gjyqësore, që ato që quhen masa, sigurisht. Arrestove ti persona. Asnjë avokat s'para që të shallë gjyqit. Do e lirosh. Vrasë tjetër. Ne erëzojmë shtetin, ne erëzojmë prokurorin, ne erëzojmë ministrin e mbrojtjes. Në fakt brendshme. Ne erëzojmë gjitha. Kemi fuqinë. Mjafton të bojkotojmë. E fuqinë e kemi dhe s'ka ç'na bëjnë. Me dhuns na marrin do sallën e gjyqit. Dhe ne kemi këtë fuqi. Dhe këtë fuqi e ka në dorë vula e dhomës avokatisë. Po me çfarë po flasim? Atë vulë ka marrë në dorë të tredhurit, të kastruarit, që janë tamam pjesa më e shëmtuar e realitetit tonë politik. Ata na kanë shih ne dhe veten e tyre, ata në fakt veten e tyre kanë shih gjithë jetës përderisa në aty. Dhe turpi jonë është që ne do mbrojmë shqiptarët kur ne s'mbrojmë dot veten. Dhe kjo është një akuzë që unë ngrej vetë stimë raport gjithë avokatëve të tjerë për turpin e Zotit se si kemi përfunduar. Është një situatë krejtësisht si thosh e fëlliqur për faktin se kemi demonstruar në tonë më të keqe, pa aftësinë tonë, pa fuqinë tonë për të mbrojtur veten tonë, e lejmë më të tjerët. Ajo që ka ndodhur ditën e premte është thjesht hapi i parë. Për çdo avokat ka një qelit. Problemi qëndron që ne mund të rrëzojmë gjitha qelit, nuk kapim gjitha qelit. Kemi në dorë, do të mjaftonte që ne shfanim një bojkot pa afat. Derisa të ndëshkohet edhe idioti i fundit që u përzije në këtë lloj krimi të marrë respekt një avokati për arsye se po kryen detyrën. Kjo është një rast i paprecedent gjithë Europën. Kjo nuk ndodh, nuk ka ndodhur, nuk mund të ndodhë. Kjo ka ndodhur kohën e Enver Hoxhës. Po, kjo ka ndodhur kohën e Enver Hoxhës. Kemi avokatë të arrestuar në kohën e Enver Hoxhës. Pse kanë mbrojtur qytetarët e tyre, klientët e tyre. Unë doja t'i bëja një thirrje çdo avokati që kur s'fes sot në gjumë, shoh herë vetëm para pasqyrës, sa poshtë ka rënë bashkë me mua dhe bashkë me veten e tij dhe bashkë me gjithë avokatët e Shqipërisë. Do ta shohim nesër mëngjes kur zgjohemi nga gjuhë, që gjëra do ikin në punë, në cilën punë do të zbatojmë ne, mas ditës premte. A ka ngel më gjë për të bërë ne? Ne kemi marrë fund si avokat, qofse do lejmë dhomën e avokatisë që të na trajtojë si mas të tërë të tredhurish, kur të tredhurët e vetëm janë ata. Ata janë unukët e vetëm, të cilët po na bëjnë dhe ne pis dhe po na bëjnë si thosh njësoj si veten duke netur pa fuqishëm dhe pa aftë për të reaguar. Goxhaj, ne nuk marrim përsipër të bëjmë unë nga studio dhe ju aty nga sheshi Skënderbej të konstatojmë nëse është i vërtet apo jo pretendimi ngritur nga avokati në sallë gjyqi, po minimalisht Jo, kemi dëgjuar, në fakt, kemi dëgjuar audion.
Kemi dëgjuar audion e gjyqit, provën juridike, kemi dëgjuar. Jo, po flisja që mund të ishin marrë në konsiderat akuzat e avokatit, shkresat e pretenduara e tjerë. A është ky një mesazh i drejt për gjithë avokatët që të mos guxojnë? Pikërisht më të popem që ata kanë drejt bëjnë çdo gjë. Ligji thot penalizohesh për mos kallëzim krimi, por nga ana tjetër kush e kallëzon krimin përfundon në burg. Jo vetëm kaq, po kjo është gjëja që i takon çdo qytetari. Kjo është një mesazh për gjithë, unë po flas për mesazhin tonë. Mesazhi jonë që do mbrojmë qytetarët është që ne nuk mbrojmë dot veten. E cili qytetar do ketë besim tek ne, kur ne s'mbrojmë dot veten. Kjo është fundi jonë, është rrënimi jonë, është zbërja e çdo lloj elementi që ka të bëjë me vlerat tona si profesionistë fushës. Ne kemi marrë fundit në premte nëse do e lejmë atë histori pa e çuar deri në fund. Vetëm rrugë është bojkot pa i çdo seancë gjyqësore. Në çdo lloj rasti, me urdhër të dhomës avokatisë, dhe të përjashtoj nga dhoma kudo që do shkeli urdhrin, sepse kjo ka të bëjë me ruajtjen e profesionit tonë. Profesioni do marrë i fund, nëse nuk do të ndëshkohet edhe zagari i fundit që ka marrë pjesë në këtë pengmarrje të një avokati krye detyrës për mesazhin e rëndësishëm që tashmë avokatët i prekqelia po mbrojtën qytetarët. Avokat, para disa muajve, jo më larg se para disa muajve, vetë Këshilli i Evropës do të thoshte që Shqipëria ka humbur 46 vende që nga 2015 kur implementohet reforma e re në drejtësi. Pra nga vendi 46 kemi shkuar në vendin e 92 dhe një shoqat tjetër ndërkombëtare, më vjen emri tani ndjes, thonte që renditeshim të fundit në Europë sa i takon seancave gjyqësore, pas kemi vetëm Serbin. Imagjinoni se në çderexhe është katandisur drejtësia në Shqipëri. Unë nuk besoj që ka ndonjë vend të Afrikës apo të Amerikës Latine apo të Azisë që të ketë më keq se ne procesin e mbarsjes së dosjeve në Shqipëri. Bëhet fjalë për 250.000 dosje që kanë mbyll procesin e ekzistencës së një procesi gjyqësor që do quhej proces gjyqësor. Nuk është më proces gjyqësor. Ju e dini që nuk bëjnë më gjyqe gjyqtarët, por bëjnë vetëm vendvive, mlidhen vetëm ose tek pull, ose mlidhen 3 veta bashkë. Dhe në një ditë nxjerrin 125 vendime, pa i lexuar hiç. Pa ftuar avokat, pa asgjë. Ka marrë fund në Shqipëri sistemi i drejtësisë. Ka marrë fund çdo lloj elementi që quhet proces gjyqësor. Dhe ky është koncepti bazë që kishte reforma Soros drejtësi. Agjenda e shpopullimit ka disa komponentë. Një nga komponentët është shkatërrimi i shtetit së drejtës. Zhdukja çdo mundësi që qytetarët mendoj se faktën ka një zgjidhje, ka një gjykat punëfare. As gjykatën nuk ka asgjë. Dhe ky proces, kjo agjendë ka qenë gjithkohës në heqjen e plot dhe censurën e plot të gjithë televizioneve dhe mediave dikur në atë reformës drejtësi, dhe derisa Fox News nuk kishte drejt apo kërkuam të gjë. As unë, as avokati Radaka, as ndonjë avokati që guxonte dhe kundërshtonte. Ne ishim një zë i vogël i parëndësishëm fare për Shqipërinë, sepse s'na jepesh mundësia kur të flisnim. Mua më ka filluar censura në datën 1 shtator 2014, 3 muaj para se të fillonte procesi përgatitjes së reformës Soros drejtësi, që kush mos zgjonte projektin e real të reformës Soros drejtësi. Sepse ne kemi thënë atëherë, kemi diskutuar atëherë para se të shkruaj reforma, gjatë kohës që shkruaj reforma, se ku do përfundonim. Sepse ky është plani i Soros, kush ka këmbë e Soros nuk vjen mbari, e lëmë drejtësia. Goxhaj, dhe imagjinoni tani, nuk e di a ka një vend tjetër, një precedent të tillë që vendimet e gjykatës kushtetuese nuk respektohen nga Kuvendi i Shqipërisë, rasti Xhaçka e të tjera, dhe nga ana tjetër presidenti i Republikës që dekretoi zgjedhje të pjesshme edhe për Tiranën kur ish kryetari apo kryetari, nuk e dim tani nga ana juridike si ta quajmë Veliajnë që ndodhet në burg, ankimon në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese rrëzon dekretin e presidentit dhe presidenti dërgon letër gjykatës kushtetuese të shpall mos kompetencë për këtë rast. Paradoksi i paradokseve është mënyra si funksionon gjithë sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Paradoksin. Në mënyrë që të mbasë shpillin e normalitetit, dhe të jetosh në botën e paradoksit dhe të duket normale. Pra ata normalizojnë paradokset, duke e bërë të natyrshme. Kjo bën që mos ketë as reagim, as perceptim, ketë shumë një lloj indiferencë totale. Ky është koncepti i paradoks.
Po nëse nuk respektojnë vendimet e gjykatës kushtetuese, ç'bëhet me vendimet e gjykatave të shkallëve të tjera, zoti Goxhaj? Po nuk gjej dot fjalën më të saktë se fjalën e një artisti shqiptar, Gen Beko, i cili përcaktoi letrën juridike në Shqipëri, pra papilin për shembull. Letër higjienike, tha, merreni të çoni në banjë sa ti mund të ketë më tepër vlerë. Në Shqipëri nuk ka vlerë asgjë, asnjë vlerë juridike. Çdo gjë mund të bëhet. Kur të doj kryeministri. Tash çdo lloj aspekti që mund të ketë vlerë në çop letër. Nuk ka asnjë vlerë, asnjë letër. Tash në vende digjitale që do të thjesht algoritëm. Dhe ju dini shumë mirë që një algoritëm është prapë në duart e njerëzve, sa do të thuhet inteligjencë artificiale. Ti sot ke një pronë, pastaj se nuk e ke, pse? Mjafton të shtypësh butonin algoritëm. Qartë. Goxhaj, ju keni vendosur me sa shoh deri në fund të tetorit të keni pas jush Bashkinë Tiranë, por çfarë pritshmërish keni nga gjykata kushtetuese në fund të tetorit për çështjen Veliaj? Unë doja të shfrytëzoja këtë moment të dy diele për të bërë një thirrje publike kandidatit që është pranuar nga opozita, nga gjitha formacionet opozitare, Florian Binaj, që të konsultohet me juristë që nuk janë Sorosit, të bashkëpunojë me ekspertë që nuk janë Sorosit për të kuptuar që këto ditë ai ka detyrim urgjent të ndërtojë një komision qytetar sipas ligjit, ku individët përkatës do të përcaktojnë bërthamën ligjore të asaj që quhet mandatimi i tij, sepse që të marrë kandidatura jote atributet e një kandidati real juridik të regjistrohet në KQZ, do i duhen mira firma nga qytetarët e Tiranës që vlidhen nga një komision me 7 vetë. Ka shumë rëndësi ky moment që po e them këtë gjë sepse askush nuk merret me faktin që nëse gjykata kushtetuese ditën e 31 tetorit do thoshte që rrëzohet padia e Veliajt. Çfarë ndodh me padinë dhe me vendimin? Ne kemi një vendim pezulluar për shkak të një vendimi gjykatës kushtetuese, që është vendimi i datës zgjedhjeve. Nëse bie pikërisht për shkak të gjykatës kushtetuese. Është në fuqi data 11 nëntor është? 9 nëntor. Është 9 nëntor. Që do të thotë sa ditë ka për kandiduar për të shtypur vetë votimin dhe ai të regjistrohet në KQZ mbi gjitha. Që do të filloj procesin tani. Dhe është vonë. Duhet ta filloj me urgjencë. Nuk e di me kë këshillohet. Rama me Zagarin e Becelibashi ka një hall. Në gjitha sondazhet Florian Binaj e zhduk fare nga afeta e rënditjes ogertën e tij. Florian Binaj në çdo sondazh del në mënyrë rekord të jashtëzakonshme. Në gjitha sondazhet. Që do thotë Rama e ka të vetëm rrugë për të fituar zgjedhjet e Tiranës të bëjë një manipulim të hapur nga ato të kohës komunizmit, kështu të hapur fare si Korret Veriut. Sepse kandidatura e Binaj krijon si thosh një avantazh pa precedent, që është një aksident që i ka ndodhur Ramës të mos parashikimit të një kandidature si e Florit, ku gjitha forcat politike janë bërë bashkë dhe kanë thënë tjetë një i pavarur, që s'është asnjëri as tjetri dhe qytetarët votojnë për të. Në këtë lloj formati, Rama e ka shumë vështirë të bëjë një manipulim të hapur zgjedhjeve, faqe gjithë miletit për shkak të mungesës së raportit zgjedhjeve të 11 majit, që duket që ka pritje për të parë se çfarë do bëhet tani me këtë histori. Që do të ka shumë rëndësi të kuptohet e papritura, që mund të ndodhi në çdo rast pas të gjykatës, Becelibashi thotë më herë, okay, gjykata vazhdoi zgjedhjet në Tiranë. Ke 24 orë kohë dorëzoni letrat. Ç'do bësh? Do të thuash që do shkret ti, po ligji nga shkret gjithmonë. Ligji është tashmë ç'është, letër me e çon në tualet, nuk ka më vlerë. Që do të është momenti që të kuptohet e papritura që mund ndodhi, ku fakti që Flori do merrte masat, që lidhte firmat paraprakisht. Dhe ka një mënyrë të lidhë firmat paraprakisht. Po nuk mund ta them dot në publik për shkak se do ishte një sekret profesional se si mund të kryhet procesi ligjor, që të mos sabotohet nga ata që e kanë dorë ta sabotojnë. Dhe mos harrojmë që një nga rrisjet më të mëdha që ka Florian Binaj në këtë kandidaturë se do të pushtohet nga lukunia e qendrëve të Sorosit, siç është projekti i përhershëm për ta bllokuar Bashkinë Tiranë me qendrët e Sorosit, siç ka qenë gjithmonë, në gjitha zgjedhjet. Kështu është bërë loja gjithmonë. Dhe në këtë rast, ai do të mbledhë 7 komisioner, 7 qytetar për komisionin nismëtar, të cilët duhet të jenë persona me super reputacion, se do mbledh ata pikërisht firmat, persona të cilët nuk janë të lidhur me Sorosin apo me këto lloj mekanizma të tjerë. Shqipëria e ka 7
njerëz, Tirana i ka 7 njerëz prill, të cilët do të jenë si thosh fasada e mbledhjes firmave, po do të jenë fytyra e standardit të këtyre zgjedhjeve. Dhe kjo Në fakt, Goxhaj, ndjes që të ndërpres, po fytyra e zgjedhjeve duhet ishte një proces i rregullt zgjedhor, natyrisht të gjitha ato që rendisni ju janë shumë të rëndësishme për kandidaturën e konfirmuar tashmë mbështetur nga forcat opozitare, po procesi zgjedhor, mbarvajtja e procesit zgjedhor është fytyra e vërtetë e zgjedhjeve. Problemi është që ka ndor Azbinaj në fakt. PD-ja dhe partitë e tjera nuk po bëjnë asgjë për të rekrutuar herë komisionerët, që është gjëja më e rëndësishme. Dhe unë e ndjej këtë se kam dhe informacion nga brenda. Pra kemi një lloj pasiviteti, një lloj gjumje për shkak edhe dështë brendshëm që ka opozita, për shkak të sjelljes saj të shëmtuar në 11 maj, në të gjitha kuptimet e fjalës, secila forcë në mënyrën e vet. Edhe unë vetë dështova në 11 maj për edhe dorëheqjen, për të marrë përgjegjësi për aq pak rol sa kisha në dështimin tim. Si përfaqësuesi një force politike të re që e mori vullin pasi ishte filluar procedura zgjedhore. Koncepti është që në këtë rast unë po jap mesazhe teknikalitetesh që e detyrojnë Ramën të mos ndërveprojë me planin që t'i gjej pa pritur dhe të futet në zgjedhje pa kandidaturën e Florit fare, sepse ekziston mundësia. Pasi për të kandiduar Erlin Qori e ka deputetin që ja vulos. 2 orë punë e ka. PS-ja po e ka 2 orë punë. Sa e ka PD-ja? Sa e ka partitë e tjera opozitare? Ato nuk janë fare zgjedhje, por ka një kandidat që do ta mbështesin. Roli i tyre kush është në gjithë këtë histori? A janë ulë ato për ndar detyrat? Pra, kush do mbledhë firma, sa firma do mbledhen? Si do mbledhë firma? Sepse në urgjencë. Nuk është se dole ti organizohet. Dhe unë i kujtoj Florit që mos e fare kandidat, në qoftë se Celiba dhe Rama, e cila mund të shpalte të pavlefshëm pa dinë Veliet, për arzonde, nga të vlefshëm vendimi i presidentit për datën e zgjedhjeve në nëntorin. Pra është çështje duhet mendosh me mend të kuptosh se si duhet të kundërveprosh. Sepse mos harrojmë diçka. Mos harrojmë diçka që është shumë e rëndësishme. Nxitojmë pak Goxhaj se jemi në 2 minutat e fundit, të lutem. E mbarova. Është tjetër gjë të kesh mesazh për të dhënë qytetarëve. Dhe është tjetër gjë të arrish futesh zgjedhje. Këto janë 2 gjëra të ndryshme. Nuk mund të futet në siglën e koalicionit opozitar nëse do të ketë. Jo, duhet të futet si kandidat i pavarur. Lëshë do humbiste gjithë kuptimin. Dhe vetëm rrugë është kjo që thash unë. Filloj puna. Goxhaj, për të përfunduar, ju thatë gjithçka, po vetëm pyetjes time nuk i kthyet përgjigje. Çfarë pritshmërish keni për vendimin e gjykatës kushtetuese? Ka gjasa të rrëzohet ankimimi Veliajt. Më fal, unë do të përdor gjithmonë terminologjinë time që nuk e përmend asnjë gjykatë kushtetuese, por përmend Ramën. Pse përmend Ramën? Se s'ka gjykatë kushtetuese. Rama mund të marrë vendimin të bëhet zgjedhja në mënyrë goditë të papritur, nëse Flori është pa përgatitur dhe mund anullohet përfaqësimi i tij në zgjedhje, ose mund t'i lë pa fat, sepse nuk është gati. Do ta mbushim me 20 kandidat pavarur listën, siç ka zgjedhur një kandidat që është krejtësisht njëri i Ron Veliajt. Rama mund të bëjë çfarë të dojë, mund ta shtyj, mund të mos e shtyj, mund të mos i bëj fare, atë e di ai, sepse Flori, pavarësisht se ç'mendojnë njerëzit, ka rezultuar me shumë reputacion edhe ke masa gri si një personazh i pëlqyer. Që do thotë rrezikon Tiranën. Në Rama Tirana nuk e çon kurrë, nami të bëhet. Tirana nuk e çon kurrë. Avokat, ju falenderoj shumë për bisedën, na mbetën pa diskutuar çështje ndërkombëtare, por jemi fokusuar te çështje shumë të rëndësishme. A mund ta them një fjali për çështjen ndërkombëtare? Mund ta them një fjali për çështjen ndërkombëtare. Trump me Putin në Alaska i treguan gjithë botës atë që kisha thënë në emisionin tuaj, që Amerika dhe Rusia duan paqen, nuk e do Europa. Dhe Zagatyre Zelenski, që është një ushtar i tyre. Ajo që ndodhi në Gaza me Trumpin, mund të sabotohet çdo çast, që kam thënë në këtë emision, në çdo çast nga Netanyahu dhe sionistët. Sepse ata e dinë shumë mirë pasojat e asaj marrëveshje paqe për të ardhmen e tyre, personale, si grup që drejton Izraelin. E treta mund të them është që siç u vërtetua, i vetmi vend normal në Europë është Hungaria. Kjo është dhe arsyeja,
si Putin, si Trump, zgjodhin Hungarinë për bërë. Se Hungaria, sepse është i vetmi model të një vend. Dhe është i vetmi model ku konservatorët vazhdojnë për dekade të në pushtet, dhe kjo është ajo që din bëj konservatorët pushtet. Do kisha 10 pyetje për çfarë thatë Goxhaj, por e kam të pamundur nga koha, kështu që më duhet ju falenderoj për bisedën në studio. Faleminderit avokat. Falenderim edhe ju, zonja dhe zotrin Andoqët.